një zhvillim i një rëndësie të jashtëzakonshme. Ka ndodhur dje në Bruksel, në tempullin e demokracisë. Në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian është miratuar raporti i këtij komisioni, i cili raport është hartuar pas një vizite jashtëzakonisht rëndësishme, fakt mbledhse të përfaqësuesve të këtij komisioni të kryesuar nga kryetari i komisionit David McAllister dhe të përbërë nga përfaqësues të rëndësishëm të gjitha grupeve parlamentare të Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian. Ata erdhën në Shqipëri në misionin e Shën Thomajt. Po, t'i shohin vetë të gjitha gjërat në vend. Në morinë e informacioneve të dërguar nga të gjitha anë, ndër të tjera dhe nga opozita, nuk e fshehim ne këtë, ata erdhen t'i shihnin gjërat në vend. Dhe nga kjo vizit mund të them se kanë fituar shumë qytetarët shqiptar. Kanë përfituar shumë qytetarët shqiptar. Edi Rama ka 3 muaj që akuzon opozitën se bën denoncime në Bruksel. Duhet në jemi krenar, se kemi mbrojtur interesat e qytetarëve shqiptar nga një armik